Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga 1-12 qershor 2025. Dashi. Për të ndjerë më protagonist apo i rëndësishëm për të tjerët, shpesh merrni përsipër përgjegjësi që nuk janë përgjegjësia juaj, është e pashmangshme të ndiheni të lodhur. Ditë e dobishme për dashuri. Demi. Dashuria shkëlqen, takimet e reja favorizohen. Nëse kohët e fundit keni debatuar me dikë, tani mund të rikuperoni, ju keni më shumë letra për të luajtur edhe në punë. Binjaket. Bëni hapësirë për miqësi, takime, udhëtime. Gaforja. Këtu është një ditë nervoze, sot duhet të planifikoni gjithçka me qetësi, përndryshe mund të humbni kohë dhe durim pa nevojë. Asnjë polemik me vëllezërit e motrat dhe të afërmit e moshuar, mbrëmje shumë interesante. Luani. Ju keni shumë gjëra për të bërë dhe duhet të përpiqeni të shmangni përplasjet e dashurisë, një person nga e kaluara mund të bëhet protagonist. Jo gjithçka është e qartë, drejtoni dikë që nuk është në anën tuaj. Virgjëresha. Sot ju jeni veçanërisht i fortë, idetë tuaja vlerësohen. Në dashuri është shumë mirë. Peshorja. Besoj vetes dhe lëre faktin. Detyrat e reja, mundësit, ata që kanë qenë vetëm për ca kohë mund të shikojnë përreth tani. Akrepi. Jeni të pa kompromis, keni vendosur të braktisni çdo situatë që nuk ju pëlqen. Ndryshimet u bën më të lehta, ju keni hyrë në një rrugë të re që është pak e lodhshme për të vazhduar dhe ndjeni shumë tension mbi ju. Shigjetari. Mos e vendosni veten në situata që janë tashmë të vështira për t'u realizuar. Ditë e lodhshme, vonesa. Britqapi. Dita duket se nis me këmbën e gabuar, por më pas lajmet e mira të papritura vijnë pas dite. Takime të këndshme jashtë ambientit të zakonshëm. Të suksesshëm në marrëdhëniet ndërpersonale, dëshironi projekte të reja dhe një mënyrë jetese ndryshe. Ujori. Organizimi i një periudhe shërimi është i lehtë. Do të arrini një qëllim dhe mund të jetë edhe një qëllim dashurie. Peshqit. Nuk ka një marrëdhënie të shkëlqyeshme me njerëzit përreth jush. Një shgënjim ndaj atij që do mund të kthehet në diçka më serioze. Kini kujdes të mos ktheheni në historitë e trishtuara të dashurisë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.